gazetare me shumë eksperiencë, producente televizive, autore, skenariste, përkthyese dhe më e vërteta në tregun mediatik shqiptar. Komente dhe shkrimet e saj gjithmonë bëjnë lajm, zonja dhe zotrin, Kozeta Kurti. Të dashur televizionues me një nga anëtarët teorisë son speciale, me një emër të njohur në radio, në median e shkruar, në teatr, televizion e tjerë, Kozeta Kurti. Mirëmbrëma Kozeta. Nuk dini në cilën fushë je më komode. E para njerë sa bukur na prezantua, se gjitha ne ishin emra shumë të rëndësishëm të medias televizive, të gazetarisë të shkruar, shqyr që kisha këtë teatrin unë ekstra, se u bëm gjitha njësoj, si motra. Mirë mbrëma të gjithve, doja të thoja që më bën shumë përshtypje mosha mesatare e miseve, se zakonisht e mësuar të shohim konkurse misesh, moshë mesatare 14 vjet e gjys, 16, kështu që miset tona sot janë të shkolluara, ushtrojnë profesionet e tyre, kështu që komplimente për përzgjedhjen paraprakë. Keni qenë vitin e kaluar në jurinë qendrore, sa dakord ishit me përzgjedhjen e 16 vajzave që u kualifikuan më tej? Mirë, në një fazë si kjo, çështjet e përzgjedhjes janë shije. Secila nga këto vajza të 30-ta mund të ishte e kualifikuar, mund të ishte fituese, kështu që në momentin që jemi, askush kanë nuk ka të drejtë të diskutojë shijet e anëtarëve të jurisë, ata nuk janë qenie superiore, kanë shijet e tyre, kështu që unë jam plotësisht dakord, 100%.